Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Altin Doci, 39 vjeç, i para burgosur, ka arritur të ratistet mëngjesin e së martës nga Spitali Rajonal i Durrësit gjatë vizitës mjekësore. Ai u largua me vrap dhe më pas përdori një makinë Audi A7 për t'u larguar, ndërsa forcat e policisë së burgjeve tentuan të ndalonin. Drejtoria e burgjeve ka pezulluar zinxhirin komandues të burgut të Durrësit, ndërsa kërkimet për kapjen e tij ende vijojnë. Një ratisje alarmante ka ndodhur mëngjesin e së martës në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku Altin Doci, 39 vjeç, i para burgosur, ka arritur të shpëtojë gjatë kryerjes së vizitave mjekësore në repartin infektiv. Sipas drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, pavioni ku po vizitoi Doci ka edhe një seksion sigurie për të dënuarit, por 39 vjeçari ka mundur të largohet sapo përfunduan kontrollet. Momenti i largimit është fiksuar nga kamerat e sigurisë në spitalin dhe një kamera amatore ku shihet Doci duke vrapuar jashtë ambienteve, ndërsa punonjësit e policisë kontrollojnë përgjetjen e tij. Pas daljes nga spitali, ai ka përdorur një makinë tip Audi A7, e cila dyshohet të ketë qenë në pritje për t'i mundsuar largimin e shpejt. Altin Doci konsiderohet nga autoritetet një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ai është arrestuar për herë të parë në vitin 2020 dhe mbahej në burgun e Durrësit, por ngjarje të shumta kriminale. Doci ishte i përfshirë në 2 ngjarje të rënda, duke përfshirë ekzekutimin e 2 vëllezërve Haxhia dhe 2 vrasje të tjerë, Angelo Avdiajn dhe Dorian Shkoza. Gjithashtu ai po gjykoi dhe për vrasjen e Andi Zylyfit në 2019 dhe për plagosjen e një personi tjetër, si dhe për ngjarje të organizuara kriminale nga grupi Çopja. Këto përfshin 8 ngjarje, mes tyre 2 vrasje të tjera, masakrën e Bradasheshit në vitin 2018 në Elbasan, ku mbetën të vrarë 3 persona, si dhe vrasjen e Klevin Bahos dhe plagosjen e kushëririt të tij Aldo Baho. Pas ratisjes së 39 vjeçarit, drejtoria e burgjeve ka pezulluar të gjithë zinxhirin komandues të burgut të Durrësit dhe ka nisur hetime për të identifikuar përgjegjësit dhe mangësitë që lejuan largimin e tij. Kërkimet për kapjen e Altin Docit vijojnë intensivisht nga forcat e policisë, ndërsa autoritetet paralajmërojnë qytetarët për rrezikun që paraqet ky i arratisur. Prurjet e shumta në lumin Seman kanë në çar argjinaturën dhe kanë përmbysur disa fshatra të Fierit, duke izoluar banorët dhe baktit. Banorët kërkojnë ndihmë urgjente, ndërsa forcat e ushtrisë po vijojnë operacionet e evakuimit. Situata është e tensionuar, ndërsa disa persona janë strohuar tek të afërmit dhe të tjerët presin që të shpëtohen. Çarja e argjinaturës në disa segmente të lumit Seman për shkak të prurjeve të mëdha ka shkaktuar përmbytje në disa fshatra të rrethit Fier. Banorët e zonave të prekura kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre pasi uji ka izoluar pjesë të fshatrave, duke shkaktuar situata alarmante. Gjatë orëve të natës, në kuadër të operacioneve emergjente, janë evakuuar në total 9 persona, të cilët janë strehuar tek të afërmit e tyre. Megjithatë, shumë banorë vazhdojnë të shqetësohen për fatin e të tjerëve dhe për baktitë e bllokuara. Ata bëjnë apel për ndihmë urgjente, duke theksuar se prioriteti kryesor mbetet shpëtimi i jetëve njerëzore dhe i baktive. Ti ke kam çunin aty sa burrin ti landelet. Keni kontaktuar me bashortin dhe djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është dhe. Duhet ti ti shikoj. Blidi tiki. Tash është çobani ndeja. Po nëse dim ka 3 ditë pa ngrenë papire, se dim ku janë. Ka vajtur. Ne duam njëri ti nxjerrim atë se di ku ndodhen fiksfare. Po në telefon keni ka arritur Jo, kontakt? s'kam bateri atë. Çish do lidhej? Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spajqanë do të nxjerrim njerëzit. Banorët faqësojnë autoritetet për mosmarrjen e masave paraprake dhe për mos forcimin e argjinaturës në segmentet ku problemi është i njohur. Prej ditës së dieshme ka filluar ditardhja e deri lumit që andej janë shkuar gjinaturët dhe po përmbyti. Presim nga qasin të largojmë dektorinë, që akoma se kam shpërnduar. Nuk po mirëmbahen fare gjinaturat, as një lloj për këtë zonë ku s'po bëhet asnjë fare. Çfarë baktish keni saktë? Po kam një 7 koplova. Forcat e ushtrisë ndodhen në terren me varka pranë zonës zetare dhe stallave të baktive për të ndihmuar çobajt dhe për të shpëtuar gjën e gjallë që ka mbetur e bllokuar. Prurjet e lumit Seman po vazhdojnë të mbajnë të rrethuar sipërfaqe të mëdha bujësore edhe në bashkinë e Dimalit, duke shkaktuar dëme në të mbjellat e fermerëve.
Hidrocentrali i Banjës ka hapur portat e shkarkimit për shkak të prurjeve të larta në kaskadën e Devollit. Shkarkimet kanë nisur me 9 janar dhe aktualisht janë në nivelin e 190 metrave kub për sekond së bashku me prodhimin e energjisë. Autoritetet bëjnë me dije se situata po monitorohet vazhdimisht dhe shkarkimet janë kryer sipas rregulloreve teknike. Hidrocentrali i Banjës ka vijuar hapjen e portave të shkarkimit për të menaxhuar prurjet e larta të ujit në rezervuar pas rreshjeve intensive të ditëve të fundit. Në 2 ditët e para, shkarkimet arritën deri në 290 metra kub për sekond, ndërsa së bashku me prodhimin e energjisë elektrike, sasia totale e ujit të lëshuar ishte rreth 390 metra kub për sekond. Në ditën e tretë, shkarkimet janë ulur dhe aktualisht ndodhet në kuotën 190 metra kub për sekond. Sipas të dhënave zyrtare, në të 2 rezervuarët e kaskadës së Devollit, Moglicës dhe Banjës, u regjistrua një akumulim i madh prurjesh, i cili kulmoi me mbi 900 metra kub ujë për sekond. Autoritetet përgjegjëse njoftojnë se ndonse situata ka qenë tetë e vështirë, komunikimi me strukturat e emergjencave civile ka nisur që në momentin e parë, edhe pse rregulloria teknike nuk parashikon këtë detyrim jashtë gjendjes së emergjencës. Shkarkimet kanë nisur pasi niveli i ujit të rezervuarit të Banjës të kaloi kuotën rregullatore prej 175 metrash, duke e bërë të domosdoshme nisjen e menjëhershme të operacioneve. Aktualisht parashikohet që shkarkimet të vijojnë deri në momentin kur niveli i ujit në rezervuar të bjerë në kuotën e 150 metra. Ndërkohë, autoritetet konfirmojnë se lumi Devoll nuk ka shkaktuar përmbytje në toka përgjatë shtratit të tij. Megjithatë, në pikën ku Devolli bashkohet me Osumin pranë Kuçovës, duke formuar lumin Seman, janë regjistruar përmbytje të konsiderueshme në toka bujqësore dhe banesa, kryesisht në zonën e fshatit Kozar. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar 2 ligjet e debatueshme të paqes fiskale, duke hapur rrugë zbatimit të tyre në fletoren zyrtare. Bëhet fjalë për ligjin për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore, si edhe ligjin për marrëveshjen fiskale. Nismat janë kundërshtuar nga organizatat ndërkombëtare, të cilat paralajmërojnë një rrezik për qëndrueshmërinë fiskale dhe konkurrencën në treg. 2 nismat e shumë diskutuara të paqes fiskale kanë marrë dritën jeshile pasi presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj i ka dekretuar, duke hapur kështu rrugën për hyrje në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare. Ligjet parashikojnë përfshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore, si dhe lidhjen e marrëveshjeve fiskale mbi bizneset. Sipas paketës së miratuar, bizneset përfitojnë faljen e mbi 2 miliard eurove gjoba dhe kamat vonesa për detyrimet e krijuara deri në 5 deri në 10 vitet më parë. Po ashtu, parashikohet ndërhyrja në pasqyrat financiare të viteve të kaluara dhe mundësia për të lidhur një marrëveshje fiskale për vitin pasardhës, ku biznesi pranon një rritje fitimi prej 18% krahasuar me vitin aktual, duke penguar një tatim 5%. Në këmbim parashikohet edhe mungesa e kontrolleve nga administrata tatimore për periudhën e marrëveshjes. Këto masa janë kundërshtuar fuqishëm nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe dhomat e huaja të tregtisë në Shqipëri. Sipas tyre, për një vend që synon integrimin evropian, lufta kundër korrupsionit dhe evazionit fiskal duhet të jetë prioritet, ndërsa një paqe e tillë fiskale rrezikon të minojë parimet e konkurrencës së ndershme dhe disiplinës fiskale. Nga kjo paket pritet të përfitojnë mbi 207.000 biznese debitore. Patimi i ligjit do të nisë menjëherë pas miratimit dhe publikimit të akteve nënligjore përkatëse. Presidenti Begaj ka dekretuar gjithashtu edhe 5 ligje të tjera të paketës fiskale që shoqërojnë buxhetin për vitin 2026, përfshir ligjin për sistemin e taksave vendore, ndryshimet në ligje për procedurat tatimore, për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, si dhe ndryshimet në ligjet për tatimin mbi të ardhurat, të vëshën dhe rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Megjithatë, deri më tani, i vetmi ligj i publikuar në fletoren zyrtare dhe për të cilën dihet qartë mënyra e zbatimit është ai për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet lidhur me përmbytjet që goditën qytetin bregdetar, duke sekuestruar një sër dokumentesh që lidhen me funksionimin e hidrovorit dhe procedurat e tenderimit për dhënien e tij. Hetimi ka për qëllim të përcaktojë nëse përmbytjet janë pasojë e fenomeneve natyrore apo të neglizhencës dhe shpërdorimit të detyrës.
Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet mbi përmbytjet e mëdha që kanë goditur qytetin bregdetar pas rreshjeve të dendura të ditëve të fundit. Në fokus të verifikimeve janë dokumentet që lidhen me funksionimin e hidrovorit të qytetit, i cili është burimi kryesor i furnizimit me ujë për qytetin, si dhe procedurat e ndjekura për tenderin e dhënies së tij. Hetimi është regjistruar që prej datës 8 janar dhe përfshin ndryshime për veprën penale të shpërdorimit detyrës, shkatërimit të pronës dhe përmbytje dhe shkatërimin e pronës nga pakujdesia. Qëllimi i hetimit është që të përcaktohet nëse përmbytjet janë rezultati vetëm i fenomenit natyror si rreshje të dendura apo nëse ka patur mospërputhje të detyrës dhe neglizhencë nga ana e përgjegjësive dhe menaxhimit të hidrovorit. Përveç sekuestrimit të dokumenteve, prokuroria po shqyrton dhe raportet dhe analizat e autoriteteve vendore dhe ekspertëve të emergjencave civile për të kuptuar më mirë shkallën e rrezikut dhe shkaqjet e vërteta të përmbytjeve. Sipas të dhënave paraprake nga verifikimet në terren, mbi 5800 banesa janë prekur nga përmbytjet në qarkun e Durrësit, në zonën e Ishkënetës si më të dëmtuarat. Banorët kanë raportuar dëme të konsiderueshme në shtëpitë dhe tokat e tyre, ndërsa shumë zona mbeten ende të vështira për qarkullim dhe transport. Hetimi pritet të hedhë dritë mbi përgjegjësitë e mundshme ligjore dhe të ofrojë një pasqyrë të qartë për masat që duhet të merren në parandalimin e përmbytjeve të ngjashme në të ardhmen, duke përfshirë mirëmbajtjen e hidrovoreve për përforcimin e argjinaturave dhe kontrollin e procedurave të tenderimit. Kryepolici Ilir Proda uroi 113 vjetorin e policisë së shtetit duke përshkruar atë si një gur themeli të rendit, ligjit dhe bashkimit kombëtar. Ai nderoi 231 efektiv që humbën jetën në krye të detyrës dhe theksoi sfidat e përditshme të punonjësve të policisë. Certifikata mirënjohje u ndan edhe për figura të dalluara të policisë, ndërsa kryeministri Rama përshëndeti policinë për shërbimin e saj ndaj qytetarëve. Policia e shtetit feston 113 vjetorin e krijimit dhe kryepolici Ilir Proda uroi punonjësit duke përshkruar policinë si gur themeli të rendit, ligjit dhe stabilitetit shoqëror, por edhe si simbol i bashkimit kombëtar. Në ceremoninë përkujtimore, Proda ishte i shoqëruar nga kreu i SPAK-ut Klodian Brau dhe kreu i BKH-s Joni Keta. Ai theksoi sfidat e përditshme të policisë, por gjithashtu angazhimin e vazhdueshëm për të qenë në shërbim të qytetarëve. Organizata jonë nuk është perfekte, ashtu si dhe ne nuk jemi të tillë, por të gjithë jemi në një sfidë të përditshme. Sfidë me veten, sfidë me standardet, sfidë me pritshmëritë për të mësuar nga gabimet dhe për të përmirësuar ditë pas dite. Mos harroni të dashur kolegë sakrificën e përditshme. Ju jeni aty kur asnjë tjetër nuk është. Në diell, shi, dëbor, ju jeni telefonata e parë e çdo problemi. Jeni modest në misionin tuaj, por gjithmonë prezent. Çdo operacion, çdo mision dhe çdo angazhim është provë se ligji nuk është thjesht një normë, por një realitet i prekshëm për qytetarët. Ne jemi ajo që bëjmë, jo ajo që flitet për ne, nëpërmjet sulmeve dhe përballjes së padrejtë ndaj kontributit të mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që sakrifikojnë çdo ditë për të mirën e përgjithshme. Gjatë ceremonisë u nderuan 231 efektiv që humbën jetën në krye të detyrës, duke e bërë një pikë referimi për misionin e policisë së shtetit. Certifikata mirënjohje u ndan gjithashtu për disa figura të policisë për arritje të dalluara gjatë vitit kaluar. Një urim për policinë e shtetit pati edhe kryeministri Edi Rama, i cili përmes një videoje të publikuar në Facebook vlerësoi punën e efektivëve dhe angazhimin e tyre në shërbim të qytetarëve çdo ditë. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë ka reaguar për projektligjin dhe theksoi se disa dispozita cënojnë parimet kushtetuese. Sipas shoqatës, neni 12 i projektligjit mund të uzurpojë kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor për emërimin e kryetarëve të gjykatave. Shoqata paralajmëron se ndryshime të tilla mund të dëmtojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe ndarjen e pushteteve. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë është njohur me paketën e ndryshimeve ligjore të reformës në drejtësi dhe shpreh të gatshme të bashkëpunojë me Kuvendin dhe institucionet e tjera për përmirësimin e kuadrit ligjor. Megjithatë, shoqata thekson se çdo ndryshim duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos cënojë parimet themelore të shtetit, si ndarja dhe balancimi i pushtetit dhe pavarësia e gjyqësorit. Në projektligjin e prezantuar nga Kuvendi, shoqata identifikon si problematik nenin 12 që synon të shtojë një dispozitë sipas së cilës kryetarët aktual të gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, si dhe të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe atij administrativ, të konfirmojnë në detyrë deri në 31 dhjetor 2028. Kjo sipas shoqatës do të shmangarë në hap për poste drejtuese, duke cënuar parimet kushtetuese dhe kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Shoqata thekson se emërimet e kryetarëve të gjykatës duhet të bëhen vetëm nga KLG-ja, sipas kushtetutës. Ajo kujton se KLG-ja tashmë ka miratuar aktin normativ për procedurën e zgjedhjes së kryetarëve të gjykatës së shkallës së parë dhe të apelit
Zengelit, i cili ka hyrë në fuqi me 1 janar 2026 dhe pritet të hap garën në këtë poste. Për më tepër, gjatë 6 viteve të fundit, gjykatat janë drejtuar nga zëvendëskryetarët dhe kanë ushtruar funksionet e kryetarëve në detyrë, duke e bërë të panevojshme caktimin nga kuvendi. Shoqata paralajmëron se një ndryshim i tillë jo vetëm që synon parimet kushtetuese të ndarjes së pushteteve, por rrezikon dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor dhe sukseset e arritura deri më tani nga reforma në drejtësi. Avokati Ergys Agaçi, të dyshuarit për dosjen e tenderave të Akshit, ka rishikuar dosjen hetimore të klientit të tij. Kërkesa përfshin 8 masa të firmosura, mes të cilave edhe për zyrtarët Mirlinda Kaçanaj dhe Hava Delibashi, ndërsa avokati ka shtuar edhe një ankesë. Agasi është në hetim nga SPAK dhe ka një mas sigurie në mungesë, pa treguar shenja për vetëdorëzim. Avokati Ergys Agaçit Maksaxhia ka rikërkuar sërish dosjen hetimore për klientin e tij të dyshuar në dosjen e tenderave të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshi. Në këtë dosje janë firmosur 8 masa përfshirë edhe ndaj shefes së Akshit, Mirlinda Kaçanaj dhe zëvendëses së saj, Hava Delibashi, të cilët mbahen aktualisht në arrest shtëpie. Vetëm po tjetë një njeri që do që t'i arrin çelësin në det, mund t'i vijë të paraqitet në organet e drejtësisë. Dhe kjo situatë e cila është krijuar ka stile dhe duke ngritur akuzat të rënda bëjnë që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtsinë në bazë të drejtave të tij kushtetuese dhe procedurale. Ndryshe nga kërkesa e mëparshme publike, avokati Axhia i ka shtuar dhe një ankesë në kërkesën e tij duke theksuar nevojën për të pasur qasje të plotë në materialin hetimor. Institucioneve të larta të drejtësisë, duke filluar nga inspektori i lartë drejtësisë, Këshilli i lartë prokurorisë dhe prokurorit të çështjes, Këshilli i lartë gjyqësor dhe gjyqtarit të çështjes, për të vënë përpara për të nxjerrë përgjegjësitë ndaj atyre personave të cilët e kanë për detyrë për të ruajtur këtë informacione dhe që i kanë vënë në dispozicion të publikut. Qoftë përgjegjësia administrative dhe penale, pa ajo që është kryesorja është për të kthyer situatën në normalitet. Ergys Agaçi është në hetim nga SPAK për tenderat e drejtuara nga Akshi dhe ka marrë një mas sigurie në mungesë, ndërsa nuk ka treguar shenja për vetëdorëzim. Hetimi sipas autoriteteve përfshin edhe 3 biznesmen të tjerë të cilët u ndalohet dalja jashtë vendit, si dhe një oficer policie të pezulluar nga detyra, ndërsa vëmendja kryesore mbetet mbi procedurat dhe tenderat e Akshit. SPAK vijon mbikëqyrjen e situatës dhe shqyrtimin e masave për të gjithë të përfshirët në këtë dosje. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën e prokurorit Anan Xholi dhe vendosi kalimin për gjykim të çështjes në ngarkim të Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovinës, të dyshuar për përfshirje në tentativë ndaj ish prokurorit Arjan Doja në Shkozet. Amar Shkëmbi është shpadhur në kërkim nga SPAK dhe u ekstradua nga Dubai në tetor të vitit të kaluar. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e prokurorit të çështjes Adnan Xholi dhe ka vendosur që çështja penale në ngarkim të Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovinës të kalojë për shqyrtim në gjykat. Shkëmbi dhe Polovina dyshohen se kanë qenë të përfshirë në atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja, i cili ndodhi në mbikalimin e Shkozetit më 1 nëntor 2019. Ngjarja la pas një viktimë Andi Malokun dhe 2 plagosur Arjan Doja dhe Aleksander Laho, i njohur ndryshe si Rumi i Shiakut. Amar Shkëmbi është shpadhur në kërkim nga SPAK dhe u ekstradua nga Dubai në tetor të vitit 2025 për t'u paraqitur para autoriteteve shqiptare. Sipas hetimit, Shkëmbi dhe Polovina vepronin së bashku me disa persona të tjerë, Plaren Dervisha, Julian Meçaj dhe Ariol Halilaj, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale, të vjedhjes në formë bashkëpunimi, mbajtjes pa leje të armëve, vrasja e funksionarëve publik të mbetur në tentativë dhe vrasje në rrethana të tjera cilësuese. Në këtë dosje penale përfshihen gjithashtu të pandehurit Endrit Sinani, Genti Ndërnjaku, Bashkim Haxhia dhe Julian Petri, gjyqtari Bip Ndreca dhe vendimin për kalimin e çështjes në gjykim, ndërsa në ditët në vijim pritet të hidhet shorti për përcaktimin e treshës së gjyqtarëve që do të shqyrtojnë çështjen në themel. Komanda Europiane e Shteteve të Bashkuara njoftoi se EULEX, KFOR dhe Policia e Kosovës kanë zhvilluar stërvitje të përbashkëta. Sipas njoftimit, qëllimi i këtyre stërvitjeve është forcimi i bashkëpunimit dhe rritja e gatishmërisë për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Aktivitetet u zhvilluan në një periudhë të ndjeshme politike, menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
EULEX në bashkëpunim me KFOR-in dhe Policinë e Kosovës ka zhvilluar stërvitje të përbashkëta operative. Në njoftimin e publikuar në rrjetet sociale theksohet se këto stërvitje synojnë ndërtimin e një bashkëpunimi më të fortë ndërmjet institucioneve të sigurisë dhe rritjen e gatishmërisë për përballimin e situatave që mund të rrezikojnë rendin dhe stabilitetin në vend. Stërvitjet vijnë menjëherë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, të cilat përfunduan me fitoren e lëvizjes vetëvendosje me 51.11% të votave. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se synon formimin e shpejtë të institucioneve të reja pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Zgjedhjet e parakohshme u shpallën pas një periudhe të gjatë mospajtimesh dhe përplasjesh mes forcave politike, të cilat pas zgjedhjeve të 9 shkurtit nuk arritën të konstituonin Kuvendin e Kosovës deri me 10 tetor, duke krijuar një gërgj institucional që çoi në thirrjen e zgjedhjeve të reja. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 14 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellë dhe vranësira të pakta në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me kthjellime në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta kalimtare në veri dhe në disa zona bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 janar do të jetë rreth orës 6:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi 1 deri në 5 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 4 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 5 deri në 10 gradë Celsius. Berat 4 deri në 12 gradë Celsius. Korçë -1 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 4 deri në 11 gradë Celsius. Sarand 7 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e ftohtë me ngrica të lehta lokale, ndërsa pasditja vijon me kthjellime dhe mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 14 janar do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -3 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 0 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 7 gradë Celsius.
Gjilan, -1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj, -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik, -1 deri në 7 gradë Celsius. Suhare, 1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren, -1 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.